Big Brother VIP Albania 4 erdhi si një nga sezonet më të zhurmshme dhe më kontradiktore në historinë e këtij formati në Shqipëri. Një spektakël që nisi me shumë pritshmëri, për të dhënë emocion, lojë, karaktere të forta, por që rrugës humbi shumë nga parimet që japin vlerë një reality show, transparencën, meritokracinë, drejtësinë. Në finalen e madhe, mes një klime të nxehtë dhe polemikash të shumta, finalisti më i përfolur doli Gjesti, një 24 vjeçar me një bagazh arsimor minimal dhe një sjellje provokuese, shpesh ngacmuese dhe irrituese për të gjithë banorët e tjerë. Një djalë që shpesh ngatëroi figura historike, si Jezu Krishtin me Çerçis-Topullin, që nuk dinte që kryeqyteti i Maqedonisë së Veriut është Shkupi, dhe që her pas here shfaqte një mungesë thelbësore respekti për bashkëlojtarët dhe për rregullat e shtëpisë. Por çfarë ndodhi realisht në këtë sezon? Në vend që sjellja e tij provokuese të ndëshkohej, shpesh u tolerua dhe madje u shty përpara, duke shndëruar Gjestin nga një element që duhej disiplinuar në një favori të pashpallur të produksionit. E gjitha u bë edhe më e dukshme kur shkeljet e tij flagrante nuk u ndëshkuan siç duhej. Fillimisht, Gjesti hipi mbi murin rrethues të shtëpisë dhe e kaloi atë, duke tentuar të largohej nga loja. Në çdo version tjetër të Big Brother në botë, një veprim i tillë do të kishte sjell përjashtim të menjëhershëm. Përsëri, Gjesti jo vetëm që nuk u përjashtua, por gjithçka u zbut dhe ai vazhdoi lojën pa asnjë penalizim serioz. Më vonë, ndodhi një tjetër incident i rënd. Gjesti goditi Viserlon në fytyrë me një vezë, duke e shtypur me pëllëm, një akt agresiv, i papranueshëm në çdo kod sjellje të një reality show serioz. Çdo formë dhune fizike duhej të sillte përjashtim automatik, por edhe këtë herë nuk pati asnjë pasojë të rëndësishme për të. Për shembull, për mendim këtu, Gjibanin, i cili pas një provokimi të Gjestit, e shtyu këtë të fundit dhe për këtë, Gjibani u përjashtua menjëherë nga shtëpia prej vëllait të madh. Në një tjetër situatë, kur Gerta, një tjetër banore, në një moment tensioni, i hodhi shampanjë në fytyrë Gjestit. Ajo u penalizua menjëherë duke u futur në nominim dhe u pyet publiku. Por ndryshe nga çfarë mund të prisnim, publiku e mbështeti fort Gertën dhe e riktheu në lojë. Një mesazh i qartë se publiku nuk i pranon standardet e dyfishta të vendosura brenda shtëpisë. Përse masa ndëshkuese u zbatua me forcë për Gertën, Gjibanin, Jozin dhe jo për Gjestin. Përse një standard për një dhe një tjetër për dikë tjetër. Ky selektivitet në zbatimin e rregullave, ky favorizim i hapur, bëri që një pjesë e madhe e publikut të ndjente zhgënjim dhe humbje të besimit ndaj formatit. Dhe nuk ndalemi vetëm këtu. Një tjetër skandal ishte menaxhimi i situatës së Eglit. Egli, e cila u largua nga shtëpia për arsye gjoja shëndetësore, qëndroi jashtë për 10 ditë, kohë gjatë së cilës, sipas shumë burimeve, ajo shikoi videot e shtëpisë dhe mori këshilla dhe instruksione nga jashtë për mënyrën se si do të sillte më tej lojën e saj. Një avantazh i padrejtë ndaj banorëve të tjerë që qëndruan brenda izolimit të shtëpisë, pa asnjë kontakt me jashtë. Gjithashtu, rasti i Jozefin Markut, një tjetër finalist që u përjashtua me zarf të zi pas incidentit me Gjestin, dhe më pas u fut sërish në shtëpi. Ashtu si edhe Gjibani, ishte një tjetër tregues i manipulimit të rrjedhës së lojës. Vendime që normalisht do të ishin të pakthyeshme, u kthyen në vendime të diskutueshme, duke dëmtuar seriozitetin dhe besueshmërinë e formatit. Në këtë finale të polemizuar, përveç Gjestit, u përfshin edhe figura të tjera me më shumë bagazh dhe peshë. Lart Vasili, një aktor i njohur, një intelektual i vërtet, poliglot dhe mbrojtës i fuqishëm i çështjes shqiptare, tregoi një nivel të lartë përmbajtjeje dhe maturie gjatë gjithë qëndrimit të tij në shtëpi. Rozana Radi, këngëtare dhe aktore, tregoi forcë, strategji dhe dinjitet, duke qenë gjithmonë një nga lojtarët më të kompletuara të këtij edicioni. Por çuditërisht, në thonjza publiku nuk i votoi këta, por votuan Gjestin. Kishte edhe personazhe si Gerta, e cila përballoi nominimet e një pasnjëshme për javë të tëra dhe fitoi simpatinë e publikut fal qëndrimit të saj të fortë. Por publiku votoi Eglin dhe jo Gertën e çuditshme. Ku mund të shihen çfarë votoi publiku? Kush mund t'i shohë rezultatet? Përse nuk bëhen publike votat gjatë votimit? Dhe megjithatë, finalistët u përcaktuan jo nga loja reale, as nga vlerësimi i sinqert i publikut, por nga mekanizmat e errët të vendosura nga produksioni.
nxjerrja pa drejtë e disa banorëve, tolerimi i dhunës së gjestit, avantazhi i Eglit, futja dhe nxjerrja e Jozefinit, Gjibanit. Të gjitha këto krijuan një skenar ku fitoria ose arritja në finale, duke më shumë si rezultat i një regjie të paracaktuar dhe jo i një gare të ndershme. Big Brother VIP Albania 4, që duhet të kishte qenë një festival i personaliteteve të forta dhe i lojës së drejtë, përfundoi duke dhënë shembullin se si mosbatimi i rregullave dhe favorizimi mund të shkatërrojnë frymën e një reality show. Drejtësia në një format të tillë nuk është thjesht një parim abstrakt, është themeli mbi të cilin ndërtohet gjithçka. Pa të, loja është e pakuptimt. Nëse publiku ndjen se loja është manipuluar, se disa janë të përkëdhelur e të mbrojtur, ndërsa të tjerët sakrifikohen pa të drejtë, atëherë ai nuk ka më arsye të besojë dhe të investojë emocionin e tij. Big Brother është i madh vetëm kur drejtësia është e madhe. Në të kundërt, është thjesht një teatër i trishtuar ku fitoria nuk ka më vlerë.